Si të ruajmë shëndetin nga i ftohti dhe ngricat? Gjatë dimrit organizmi dhe zemra punojnë në mënyra të ndryshme për të përballur me të ftohtin. Dimri dhe temperaturat e ftohta mund të dëmtojnë shëndetin tuaj, por ju mund t'jeni edhe më të mbrojtur nëse ndiqni këto këshilla. Vishuni ngrohtë dhe përdoruni shall, doreza dhe kapuç kur jeni në ambientet e jashtme dhe të ftohta. Evitoni qëndrimin gjatë në ambientet e jashtme në ditët e ftohta merr, sidomos kur jeni të lagur. Evitoni të dilni jashtë në orët e para të mëngjesit dhe në orët e vona të darkës. Ecni me kujdes dhe me hapa të vegjël dhe me duart në xhepa. Ushqeuni me ushqime të ngrohta dhe të lëngshme, të përbëra nga mishi, bishtajat, perimet, drithrat, por edhe fruta që përmbajnë vitamina dhe minerale. Pini sa më shumë ujë ose lëngje natyrale, sidomos nëse jeni të sëmurë, qëndroni vazhdimisht në shtëpi. Qëndroni në ambiente të ngrohta dhe të ajrosura her pas here. Temperatura ideale për ambientet e brendshme është nga 20 në 23 gradë Celsius.